Kryeministri Edi Rama e nisi podcastin e tij Flasim me rritjen e pagës minimale që do të arrijë deri 700 euro deri në fund të mandatit të Partisë Socialiste. Rama sqaroi se sa do të jetë rritja edhe nëse do të paguhen me lek të vjetra apo të reja. Ai foli edhe për rritjen e pensioneve duke nisur nga 1 janari i vitit 2026. Pensioni urban me vitet e plota të punës do të shkojë në 40.000 lek të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm do të shkojë mesatarisht në 22.000 lek të reja nga 15.850 lek që është sot. Pensioni rural do të shkojë në 18.000 lek të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar do të shkojë në 18.000 lek të reja nga 11.400 që është sot, dhe pensioni i invaliditetit do të shkojë në 30.000 lek të reja nga 20.000 që është sot. Dhe për të qenë konkret për sa i përket vitit që vjen, nga janari i 2026, pensioni do të rriten çdo muaj si vijon dhe përsëris këtu nuk hyn indeksimi vjetor që do të jetë një gjë tjetër dhe do të vazhdoj normalisht vit pas viti. Pensioni urban në vitet e plota të punës do të rritet me 1.800 lek të reja. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet me 800 lek të reja, pensioni rural do të rritet me 1.000 lek të reja, pensioni familjar me 700 lek të reja dhe pensioni i invaliditetit me 600 lek të reja. Projekt buxheti 2026 ka dhe një rritje të rëndësishme të zotuar në procesin e fushatës zgjedhore dhe të zbatuar nga 1 janari 2026, kur do të rritet paga minimale për 307.850 punonjës të regjistruar në shtet apo në privat që do të marrin 500 euro. Rritja e re e pagave e përshkon projekt buxhetin 2026 për 10.600 punonjës, shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier, që do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lek të reja në muaj, ndërkohë që për specialistë administratës publike rritja do të jetë 5.000 lek të reja në muaj, për mësuesit rritja do të jetë 3.000 lek të reja më shumë në muaj. Kryeministri Edi Rama komentoi sërish në podcastin Flasim vendimin e kushtetueses që rrëzoi vendimin e qeverisë për shkarkimin e Veliajt. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027, dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i Tiranës nuk mund largohet përveç se me zgjedhje, atëherë këtu jemi përballë një disproporcioni të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij si person dhe si zgjedhur për të drejtuar qytetin, por dhe disproporcioni në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet, apo jo. Dhe streti vjen logjikisht çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi i kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë paravan në dëm të madh Tiranës, por sheh një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykojë para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Velia në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirave. Më duket se edhe kjo është gjë më normale.